Kjo vjesht sigurisht që nuk do të na lërë të qetë, pasi ka shumë ndryshime dhe zhvillime astrologjike të cilat na prekin drejt për drejt. Ja kush janë 3 shenjat e zodiakut që do të preken më shumë nga ndryshimet. Dashi, ka shumë ndryshime që vijnë për ju, kjo sepse eklipset janë zhvendosur në boshtin tuaj dhe sjellin rregullime. Në muajin tetor, një tjetër eklips ndodh në boshtin tuaj dhe marrëdhëniet tuaja dalin në pa. Jeni duke shqyrtuar persona të rëndësishëm në jetën tuaj dhe ka mundësi që të ketë zbulime që do t'ju sjellin në konflikt me personin që keni përballë. Gjithashtu, Marsi në peshorën tuaj ushtron akoma më shumë tension dhe shpërthime, të cilat mund të krijojnë probleme dhe më të mëdha. Së fundmi, përfshirja e Plutonit në të gjitha këto ju fton të shkëputeni nga situata toksike dhe në fund të bëni ndryshime që nevojiten. Demi, duhet pranuar që ju Demi keni kaluar jo pak val muajit të fundit, por gjithçka tregon se ndryshime të mëdha në jetën tuaj nuk ndalën këtu. Ju keni Uranin në shenjën tuaj dhe kjo do t'ju ndihmojë të zbuloni dhe të kuptoni se ku keni bërë gabime. Jeni ende në një përmbysje dhe tranzicion ku po përpiqeni të rindërtoni themelet tuaja. Megjithatë, vjeshta e vitit 2025 ju mirëpret në një tjetër eklips dhe të njëjtën kohë një hënë të plot në shenjën tuaj. Kjo hënë ju fton të vini në kontakt me dëshirat tuaja të vërteta dhe të ndërprisni lidhjet me njerëz të mjedisit tuaj të ngushtë, të cilët mund të duan të mirën tuaj, por nuk ju ndihmojnë të merrni drejtimin e duhur në jetën tuaj. Peshorja, kjo vjesht për ju peshore do të thotë ndryshime të rëndësishme. Është koha për të larguar çdo gjë që është toksike për ju dhe për të bërë ndryshime në marrëdhënie, karrierë dhe madje dhe familjen tuaj. Ndoshta diçka e re do të hyjë në jetën tuaj dhe do t'ju hapë horizonte të reja, dhe do t'ju ndihmojë të njihni më mirë veten. Mos harroni se prania e Marsit në shenjën tuaj ju jep akoma më shumë kurajo, dinamizëm dhe guxim për ndryshime serioze. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.